Ajo që duhej të ishte një kthim i zakonshëm nga mërgimi, përfundoi në tragjedi për Besim Krasniqin, 63 vjeç. Sinjali mëson se Krasniqi ishte pasagjer në fluturimin e kompanisë GP Aviation nga Bazeli i Zvicrës drejt aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë. Pak para ose menjëherë pas aterrimit, ai shfaqi probleme serioze shëndetësore. Stafi mjekësor i aeroportit ndërhyri menjëherë dhe e transportoi me urgjencë në ÇKUK, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, 63 vjeçari nuk arriti të mbijetojë. Me urdhër të prokurorit kujdestar, rasti është inicuar si hetim mbi vdekjen, ndërsa trupi i pajet është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Familja e priste në Kosovë pas udhëtimit nga Zvicra, por Besim Krasniqi nuk arriti ta përqafojë askënd. Udhëtimi drejt shtëpisë u bë udhëtimi i tij i fundit.